Në DP-ja ditës së djeshme tha që do ta kërkojnë presidentin dhe kryesisht do të ikë Meravigji Kosovë Fjacirit. A do të jepni presidentin Lidhjes Demokratike të Kosovës? Presim certifikimin e rezultateve dhe pastaj zhvillojmë me intensitet të shtuar diskutimet, bëjtire të gjithë deputetët që kanë marrë besimin e qytetarëve për të qenë pjesë e kuvendit, që të sillen me përgjegjësi ndaj kuvendit, ndaj institucioneve, ndaj qytetarëve që i kanë besuar që të jenë pjesë e kuvendit dhe të mundsojnë quorumin prej 80 deputetëve në mënyrë që të zgjedhet presidenti apo presidentja e vendit. Kemi pa disa deklarata për emra të përvetshëm të kandidatëve të cilët kanë dëshirë të jenë president apo presidente, gjithsesi ne i presim që të kemi një kandidate konsensuale, jo partijake, të cilët do të ushtronin besoj edhe me kompetencë, përgjithësi, pozitën e tyre dhe rolin unifikues që ju jep edhe kushtetuta. Tani është një çështje që duhet të diskutohet. Ju e dini që edhe para zgjedhjeve të 7 qershorit ne kemi kërkuar nga partitë opozitare në atë kohë edhe nga LDK-ja dhe PDK-ja që të propozojnë emra konkret. Ne kemi qenë të gatshëm që t'ju japim nënshkrimet për të mandatuar kandidatët për president. Kemi qenë të gatshëm të bashkëqeverisim me LDK-n. Kemi qenë të gatshëm të lirojmë pozitën e kryetarës kuvendit. Pra kemi bërë gjithë çka është në mandatin tonë, përkundër që numrat dhe forcat në kuvend kanë qenë dukshëm në favor tonë, por jemi munduar që të shmangim një palë zgjedhje të reja edhe të funksionalizojmë institucionet dhe të vazhdojmë me punë të shumta të cilat janë me rëndësi për qytetarët. Por ndodhja e që ndodhi, ju e pa që nuk pat gatishmëri të deputetëve të partive tjera të cilët ishin në kuvend që të zgjedhin presidentin, shkuam në zgjedhje të cilat e rikonfirmuan edhe një herë që lëvizja vetëvendosje është subjekti i cili është më i madh, ka numrin më të madh të ulëseve se sa të gjitha partitë tjera bashkë, partitë shqiptare përfshi do me thonë subjektin e 2, të 3 kështu me radhë. Andaj unë besoj që deputetët do të respektojnë vullnetin e qytetarëve edhe do të angazhohen maksimalisht sepse kemi shumë kohë të humbur e shumë projekt ligje, marrëveshje ndërkombëtare e projekte të cilat presin të shërtohen me prioritet. I faleminderit shumë. Mira Musharadina, s'ka kishin mbështetur vetëvendosja. Po tash veç e thash, nuk do të kisha dashur të flisja me emra të përvetshëm. Është për mu, personalisht, është pak absurde që një person cili do të qoftaj, i cili ka folur fjalë të pavërteta, gjëra të cilat e din edhe vetë që nuk qëndrojnë për kryeministrin Kurti, tashmë të kërkojnë që të marrin mbështetjen e kryeministrit Kurti. Kjo tregon shumë edhe për atë që ka ndodhur përpara, por edhe atë ku jemi tani, kështu që unë besoj edhe bëjtirje që të gjinden disa emra konsensual, sepse besoj që Kosova ka mjaftueshëm burra gra me integritet, me etikë të lartë edhe personale edhe profesionale, të cilët do të bënin në mënyrë shumë të mirë pozitën e presidentit. Pra, duhet larguar, unë nuk mund të flas sot në emër të lëvizjes me emra të përvetshëm, por atë që mund të them është koha që të mendojmë për institucionet, të mendojmë se si dalim prej këtij gërçi politik edhe të lëmë anash vetëm ambicjet edhe interesat personale. Faleminderit shumë.